Aleksandar Vučić e sheh me një ndjeshmëri të lartë çdo afrimi strategjik mes shqiptarëve dhe kroatëve, sepse në thelb kjo prek disa shtylla kyçe: historinë, sigurinë, gjeopolitikën dhe perceptimin e balancës së fuqisë në Ballkan. Për të kuptuar pse kjo shihet si kërcënim apo shqetësim në Beograd, duhet parë tabloja më e gjerë dhe jo vetëm zhvillimet e momentit. Së pari, dimensioni historik është thelbësor. Marrëdhëniet e Serbisë me shqiptarët dhe kroatët kanë qenë të tensionuara për dekada, veçanërisht gjatë shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Kroacia u përball drejt për drejt me Serbinë në një luftë të ashpër në fillim të viteve 90, ndërsa shqiptarët në Kosovë u përfshin në një konflikt që kulmoi me ndërhyrje në NATO-s në vitin 1999. Në këtë kontekst, edhe pse nuk ka pasur një aleancë të formalizuar shqiptaro-kroate, ekziston një ndjesie përbashkët historike kundër politikave të Beogradit të asaj kohe. Gjatë luftës së Kosovës, Kroacia ishte ndër vendet që mbështeti politikisht ndërhyrjen ndërkombëtare dhe pozicionin e shqiptarëve, ndërsa në nivele të ndryshme ka pasur bashkëpunime dhe koordinime indirekte që kanë krijuar një lloj afrimi strategjik. Kjo histori, në sytë e Serbisë, nuk shihet si diçka e kaluar, por si një precedent që mund të rikthehet në forma më të organizuara. Së dyti, është dimensioni i sigurisë dhe skenarëve të mundshëm. Shqipëria dhe Kroacia janë sot anëtare të NATO-s, që do të thotë se ato janë pjesë e një arkitekture të përbashkët sigurie. Kosova, edhe pse nuk është anëtare e NATO-s, ka praninë e forcave ndërkombëtare dhe mbështetje të fortë nga vendet perëndimore. Në një skenar të përshkallëzimit të tensioneve me Serbinë, është e pritshme që Shqipëria, për shkak të lidhjeve kombëtare, politike dhe strategjike me Kosovën, të përfshihet fuqishëm në mbështetje të saj. Kjo nuk është vetëm çështje emocionale, por edhe politike dhe e sigurisë kombëtare për Tiranën. Në të njëjtën kohë, Kroacia, si një shtet me përvojë në konflikt dhe me një qëndrim të qartë pro-perëndimor, mund të ndikojë në mënyra të ndryshme, përmes mbështetjes diplomatike, presionit brenda strukturave ndërkombëtare apo koordinimit strategjik me aleatët. Edhe pa një përfshirje të drejtë për drejtë ushtarake, roli i Kroacisë si pjesë e NATO-s dhe BE-s mund të jetë vendimtar në orientimin e qëndrimeve ndërkombëtare në favor të shqiptarëve. Kjo perspektive një zinxhiri mbështetjeje. Shqipëri, Kosovë, Kroaci është pikërisht ajo që krijon shqetësim në Beograd. Së treti, dimensioni gjeopolitik është ndoshta më i rëndësishmi. Ballkani është një rajon ku ndikimi i fuqive të mëdha është gjithmonë i pranishëm. Shqipëria dhe Kroacia janë të pozicionuara qartë në kampin perëndimor, ndërsa Serbia përpiqet të mbajë një balancë mes Bashkimit Evropian, Rusisë dhe Kinës. Një bashkëpunim më i fortë mes shqiptarëve dhe kroatëve forcon ndjeshëm boshtin pro-perëndimor në rajon dhe e kufizon hapësirën e Serbisë për manovër strategjik. Kjo e vendos Serbinë në një pozitë më të ndjeshme, ku çdo lëvizje e saj monitorohet dhe balancohet nga një rrjet më i gjerë aleatësh rajonal. Së katërti është aspekti politik dhe simbolik. Një afrim i hapur dhe i dukshëm mes shqiptarëve dhe kroatëve dërgon një mesazh të fortë, që ekziston një koordinim dhe unitet për çështje kyçe rajonale. Kjo ka ndikim jo vetëm në diplomaci, por edhe në perceptimin publik dhe ndërkombëtar. Për Serbinë, kjo mund të përkthehet si krijimi i një bloku që në çështje si Kosova, integrimi rajonal apo siguria do të mbajë qëndrime të sinkronizuara dhe potencialisht kundër interesave të saj. Së pesti, duhet parë edhe dimensioni i politikës së brendshme në Serbi. Retorika për aleanca kundër Serbisë shpesh përdoret për të konsoliduar mbështetjen e brendshme dhe për të krijuar një ndjenjë rrethimi apo kërcënimi të jashtëm. Kjo i jep leadershipit hapësirë për të justifikuar politika të caktuara dhe për të forcuar pozicionin e vet në skenën politike të brendshme. Kjo nuk bëhet fjalë thjesht për frikë, por për një kalkulim strategjik. Çdo afrimi mes shqiptarëve dhe kroatëve shihet si një faktor që mund të ndryshojë ekuilibrat në Ballkan, sidomos nëse ky bashkëpunim bëhet më i strukturuar dhe i koordinuar. Për Serbinë, kjo do të thotë më pak hapësirë për ndikim dhe më shumë presion në çështje që i konsideron jetike.
Prandaj, shqetësimi i Vučićit nuk është vetëm emocional apo historik, por lidhet drejt për drejt me realitetin e ri gjeopolitik, një rajon ku aleancat dhe bashkëpunimet po riformësojnë balancën e fuqisë dhe po e bëjnë çdo lëvizje shumë më të ndjeshme se më parë. Vučić e di mirë se në rast lufte, shqiptarët nëse bashkohen me kroat, i shkatrojnë serbët.